Mirëmbrëma dhe përshëndetje. Unë jam Mesut Shabani, jeni në podcastin Mesut Shabani. Bëni subscribe. Sot është data 11, muaj është i dytë i vitit 2026, vit që po e shkelim. Miqtë mi, sot situata posaçërisht pasdite ka qenë aq interesante dhe humoristike në skenën politik bërëse në Maqedoni, saqë partitë që janë në pushtet dhe opozitarët që janë në Republikën e Maqedonisë së Veriut kanë bërë humorin mustem apo kanë bërë PR-in jo interesant, po e kanë bërë PR-in aq dëfryes saqë vërtet edhe anglezët gjithë botën do na kishin zili. Fillojmë nga e para. Tash në mbrëmje, VMRO-ja doli me një deklaratë mjaft interesante dhe tha: nëse i shohim konferencat për shtyp dhe përfundimet e SDS-s, pra LSDN-s në mënyrë më të detajuar, do të arrijmë në përfundim se jo vetëm strukturat e tyre janë të lidhura me tregtinë e marihuanës, por ato janë edhe konsumator aktiv të saj. Fundi në politik thyhet kur njerëz që nuk janë në asnjë mënyrë të lidhur në prodhimin dhe tregtinë e drogës, Bogdan Zakuzevska, udhëzimin e Zoran Zaevi dalin në shtyp dhe akuzojnë njerëz të pafajshëm. Kjo tregon se SDS-ja ose po defokuson në mënyrë të vetëdijshme dhe është nervoze për faktin se njerëz nga partia dhe ish zyrtarët e saj janë pronar të fabrikave ku u gjet droga, dhe në këtë mënyrë ata duan të defokusojnë gjurmët, ose po flasin dallëqe dhe po bëjnë llogaritje personale midis dhjetra krave brenda partisë. Ne presim që nesër sipas këtij parimi të na fajsojnë për tërmetin në Shkup dhe për borën e vitit të kaluar. Çdo kufi është kaluar dhe çdo fund është thyer. Kjo është arsye pse SDS-ja është në fund. Pra, Zaevi dhe Filiçi, jo vetëm që janë të përfshirë në trafikun e drogës, por ata gjithashtu konsumojnë atë në mënyrë të tepruar. Do të ndalim edhe pak te pozita, sepse kemi pozitën e pozitën dhe popullin. Populli në fund vjen. Pra kjo ishte deklarata e VMRO-s tash në mbrëmje. E dini pse? Sepse kohëve të fundit LSDM-ja në çdo konferencë për shtyp, nuk rri pa i thënë VMRO-s si kaluan 5 ton në për kufi, mos më dëgjoj dikush, kush i lejoi, kush i ngriti rampat? A ka marrëveshje ndërmjet qeveritarëve më të lartë, mos themi kreun e qeverisë. Dhe normal. Dhe ndalim pak edhe te shqiptarët që janë në pozitë. Zetmegjiti u mundua si VMRO të pëmneja të jetë, por nuk ja doli deri në fund. Akuzoi rënd Taravari, sepse Taravari pas ka dhënë 7 licenca kur ka qenë ministër për prodhimin e kanabisit dhe pastaj unë do të komentoj ta dëgjoj. Pra kemi një temë këtë ditë të kanabisit dhe do ta di opinionin që ky sa ka qenë ministri i shëndetësisë 7 muaj, 4-5 muaj, 7 muaj, 7 licencat e kanabisit i ka nënshkru si ministri i shëndetësisë zoti Taravari. Pra ky nuk ka qenë ministri i shëndetësisë, ky është ministër kanabisi, ministër marijuana. Pra me atë veprim ky ka sjellë në tokën e regionit, në ka sjellë në Maqedoni dhe i shohim pasojat edhe sot pra nga politikat që ka bëu atë. Po pra, ishte një deklaratë shumë, mos themi domethënse, po shumë e rëndë. Mendoj se Taravari nuk ka qenë i but, jo tash, unë do kthehem pak në histori. Taravari me njëherë, e di se çfarë më kanë thonë, e di se edhe ju aty u shkon mendje, si mendojmë njësoj, unë dhe ti që më dëgjon. Kur merren licencat, dorën thatë, kërkush nuk e puth. Këtë vetëm nuk e tha, apo i ra ndërmjet reshtave i zeti. Taravari nuk ndeti borx pa i thonë. Unë do ngrej padi penale për shpifje të Zetmegjit në Facebookun e tij. Dhe do e hjek padin vetëm nëse kërkon falje publike. Dhe këtu unë do i them Taravari, koçit pak. Është viti 2021, kampanjë për kryetar komunësh në Tetov, në sallën e sportit të Shkolla e Mesme e Medicinës, atje diku te universiteti. E kam të incizuar, por dua ta kursej Artan Grubin. Tha e diçka për Artan Grubin. Dhe të shumë poshtë e tha. Unë nuk të përmendi se vjen rënd ta përmendi, por Artan Grubi nuk rriti procedurë kundër teje. Ta dëshmosh. Pra, a ishte shpifja, si ishte shpifja, unë nuk e di. Ti e tha.
Taravari e tha, okay, shohim se si të përfundoj kjo me Izet Mexhitin, vërtet është interesante. Ta dëgjojmë edhe një herë Izet Mexhitin, i cili nuk e di nga e mori këtë guxim. Pra kemi një temë këtë ditë të kanabisit dhe du ta di opinioni që ky sa ka qenë ministri i shëndetësisë 7 muaj, 4-5 muaj, 7 muaj, 7 licencat e kanabisit i ka nënshkruar. Taravari, punët nuk të shkruan mirë. Nuk i shkruhet mirë Taravati, unë them. Dhe tash unë do bëhem i mençur. Deklaratat e fundit të Izet Mexhitit kanë kthyer në qendër të debatit publik çështjen e licencave për kanabis mjekësor, të dhëna gjatë mandatit të ish-ministrit të shëndetësisë Arben Taravari. Mexhiti pretendon se gjatë një periudhe disa mujore janë shkruar 7 licenca dhe përdor etiketime si ministri i kanabisit, duke aluduar se politikat e asaj kohe kanë sjellë pasoja negative. Megjithatë, deri më tani deklaratat janë në nivel politik dhe nuk shoqërohen me prova konkrete për shkelje ligjore apo korrupsion. Çfarë dihet? Në maqinë e veriut prodhimi i kanabisit për qëllime mjekësore është i lejuar me ligj o Izet. Dhe licencat jepen nga institucionet përkatëse sipas procedurave të përcaktuara. Ministri i shëndetësisë në kuadër të kompetencave të tij ka rol në procesin e miratimit të këtyre licencave. Nëse licencat janë dhënë në përputhje me ligjin dhe kriteret ekzistuese, atëherë bëhet fjalë për vendime administrative brenda mandatit institucional. Nëse ka pasur shkelje, kjo është çështje që duhet trajtuar nga organet hetimore dhe gjyqësore. Po pra, kjo ka dhe dimension politik. Gjuha e përdorur në deklaratë është tipike për përplasje politike, sidomos në periudha tensioni apo rivaliteti partijak. Pra unë them se tash vërtet e kanë rënd vëmëroja dhe vleni me shumë negativitet, duke filluar nga droga dhe te ligji për arsim. Etiketimet dhe metaforat shërbejnë për të krijuar perceptim publik, por nuk bëjnë për prof. Debati aktual ngre disa pyetje legjitime për opinionin. Sa licenca janë dhënë në atë periudhë? Kush janë përfituesit? A respektohet të gjitha procedurat ligjore dhe a ekzistojnë hetime zyrtare për këtë çështje? Pa përgjigje institucionale dhe dokumentacion zyrtar, çështja mbetet në nivel deklarativ publik. Dhe përfundimi. Rasti ilustron dallimin mes akuzës politike dhe përgjegjësisë ligjore. Transparenca institucionale dhe verifikimi i fakteve janë thelbësore për të shmangur spekulime dhe për të ndërtuar debat publik të bazuar në prova. Licencat e kanabisit çfarë ndodh realisht dhe çfarë duhet verifikuar. Deklaratat politike janë kthyer në vëmendje çështjen e 7 licencave për kanabis sot mjekësore të nënshkruar gjatë mandatit të ish-ministrit të shëndetësisë Arben Taravarit, por për te retorikës dhe etiketime çështja kërkon analizë dokumentare dhe përgjigje konkrete. Pastaj unë bëhem i mençur, e keni telegram.me më gjatë, cila është pronë imja. Dhe vazhdojmë më tej pra, vazhdojmë më tej. Pra kaq se i përket këtyre përplasjeve politike që kanë prapavi kret diku tjetër për të mbuluar gjithë atë pluhur që u ngrit për pestonët, e në ndërkohë sot Mickovski thotë mbase do kalojmë edhe 100 ton të sekustruar drogë, e cila gjendet në zyrat po, të MPB-s në Shkup. Okej, nuk është okej, por ne vazhdojmë më tej. Bilal Kasami sot kur i kujtohet deri nëpër televizioni. Mos e moshe thonë bashkëqytetarët tanë Maqedonisë. Nuk mund të them se jemi plotësisht të kënaqur, sepse gjithmonë ka nevojë për më shumë angazhim nga gjitha të kisha thonë dikasterët të cilat i udhëheqim ne. Kemi bërë disa herë analizë ku janë anët e forta dhe të dobta të lëvizjes besa në vlen dhe si pjesë e vlenit në qeveri. Brenda javës nesër ne kemi thirrë një mbledhje të kuvendit qendror për të diskutuar për këtë çështje dhe për të vlerësuar pozicionin tonë në qeveri dhe për të marrë një vendim për rrugtimin tonë të mëtutjeshëm. Pra, kjo më tepër është PR, unë kisha thënë Bilal, nuk kam asgjë. Dy njerëz mos i ndero, shumë të suksesshëm kanë dalë. Në kodër të diellit dhe ministrin e ekonomisë. Kjo pra, ai nesër mbas edhe mund për të pastruar njerëz të cilët nuk i konvenojnë, jo Bilalit, që tjerë rreth Bilalit e mbajnë edhe këtë. Kjo deklaratë pra që e dha Bilali është tipike politike. S'pritni se të dalë nga qeveria nesër, jo. Nuk mbyll asnjë derë, por as nuk jep sinjal të qartë për dalje nga qeveria. Kur thot nuk mund të them se jemi plotësisht të kënaqur, ai po krijon distancë nga performanca e përgjithshme e qeverisë. Kjo është mesazh për elektoratin e vet, sidomos për ata që janë të pakënaqur, që të mos duket sikur po i mbron verbalisht partnerët. Pjesa ku përmend analizat e brendshme dhe mbledhjen e kuvendit qendror është presion politik, është mënyrë për t'i treguar partnerëve në qeveri, ne po e rishqyrtojmë pozicionin tonë. Kjo rrit peshën negociuese të partisë së tij brenda koalicionit.
por vini re formulimin për të vlerësuar pozicionin tonë dhe për të marrë një vendim për rrugëtimin, nuk ka afat, nuk ka ultimativ, nuk ka akuzë direkte, kjo tregon më shumë manovër se sa përgatitje për dalje të mënjershme. Realiteti politik zakonisht është ky, dalja nga qeveria bëhet kur ka interes të qartë elektoral ose kur përplasja është e pakthyeshme. Nga kjo deklaratë nuk shihet një përplasje e tillë, shihet më shumë kalkulim. Pra çfarë mund të pritet? Rritje e retorikës kritike ndaj partnerëve, tentativë për të marrë më shumë ndikim ose lëshim brenda qeverisë, konsolidimi i brendshëm partisë para çdo lëvizje tjetër në pritje. A të dal nga qeveria? Me këtë ton, jo. Kjo duket më shumë si presion i kontrolluar dhe menaxhim i imazhit se sa paralajmërim për braktisje. Kogoje, mnogoje. Dalim pak edhe me Bilalin për një punë tjetër këtu në Tetov. Rruga 146, mbi Arabatin Babateqe, është në rrezik nga rreshitja. Këtyre ditëve qytetarët ankohen se gypi sjellësit në sipërfaqe, banorët kërkojnë në mënyrë urgjente sanimin. Ja se çfarë thonë. Rreshitjet e dheut në rrugën 146 në Tetov kanë nxjerrë në sipërfaqe gypin e sjellësit që furnizon këtë lagje. Banorët thonë se rruga është rrezik për ta, ndërsa në kohën e dimrit për ata është sfidë në vete, pasi që rruga rrëshqet dhe dheu shembet. Gjendja është e rrotë dhe gjendja e keqe. Duhet përmirësohet dhe duhet ndriçet se jemi shumë zot madh. Gjatë dimrit ndem ma keq. Sa punë me begaton ka, edhe ka rrëshqitje. Disa vende dhe është janë rruga për shkak se kemë shikara shumë. Është për rrezik, për këtë qytetarët është se nuk është në rregull. Duhet sanuar, po, edhe na jemi për ato sa më shpejt sanuar ato. Po pra, kjo është lagja interesante, ka mbi 3000 shtëpi apo banime, do janë në rregull, do nuk janë hiç kërkun të regjistruara. Lagja më problematike që ekziston në Tetov, pra si kapën prej Arabatit të Babateqe deri nal dikotje deri në rreshqit të vogël. Mbi ish pazarin e kafshëve. Nuk është okej, por ne vazhdojmë pra. Bilali ka shumë telashe, por mundohet t'i kamufloj me punë të tjera. Sot më thot njëri, Bilali është i mirë, po të tjerë rreth tij. Është i njëjta politikë që bënte dikur edhe PPD-ja, edhe PDSH-ja, edhe BDI-ja, se domethënë Alia është i mirë, Alia vendoste në fund. Edhe kështu me radhë pra. Edhe te Bilali, fund në shkrimi Bilali do jetë ajo që do thonë njerëzit, ishte koha e Bilalit, ishte koha. Dhe një tension vërtet e shkryuar, unë do kisha thënë më tepër për vëmëron se sa për çdo kënd tjetër. Deklaratat e avokatës tash nga Tetova, zonjës Leila Kadriu, ishin domethënë se për një pjesë që kishte bënte me spitalin modular të Tetov dhe ishte tamam pika mbi. Disa të tjera që i tha kishin logjik, mirë po, doli Lisëdëmës dhe tha se ajo po kryen punën e vëmëros. Në ndërkohë, ja se çfarë thot Lisëdëmëja tash për atë që përmendi zonja Leila Kadriu në atë intervistë, lidher me punën dhe mbrëmdinë e saj në PSP. Bile zonja Leila Kadriu tha se aty janë parë gjatë asaj kohe edhe Sheqerinska edhe Zaevi, që rreptësisht ka qenë ndaluar pjesë hyrja aty, po si kanë vetëm ata e dinë një nga Lisëдëмëja. Операция, чија цел е враќање на Никола Груевски и целосно уливање на правниот систем во државата. И откако ги видовме резултатите од истражувањата во Унгарија, станува известно дека блискиот пријател на Мицкоски, Орбан, може да се соочи со пораз на престојните избори. Тоа го виде и Никола Груевски. Наместо во Идризово, ВМРО му планира враќање во државата на Груевски, но во Белата палата. Така изгледаат реформите во ВМРО, нема повеќе подпредседатели, нема внатрешна конкуренција, се расчистува патот за единствениот председател на ВМРО, тоа е Никола Груевски, а Мицкоски е само чувар на фотелјата. Клучниот чекор во ова сценарио е нападот врз СЈО и пресудите што произлегува од неговата работа. Преку Орбановите медиуми во Македонија, пред се преку Алфа, веќе се води црна кампања со наратив за политички прогон и монтирани случаи. Po pra, qëndro zonja Leila, qëndro. Okej, kjo ishte se përket politikës, opozit, po ndalim edhe për një moment tjetër, mu më erdhi mirë për shkak se shumë qytetar në Maqedoni kanë telashe lidhur me legalizimet. Në ndërkohë, VMRO ka dorëzuar një projekt
ligj në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë për zgjatjen e afatit lidhur me atë se të vazhdoj deri vitin 2031 dhënia e lejeve për ndërtimet që ishin në të zezë, kështu të theme. Është mirë kjo, se a do të kaloj tash varet nga Kuvendi i Republikës së Maqedonisë, pra edhe një afat të jepet këtyre që janë të ndërtuara pa leje. Nuk është okay për ne vazhdojmë më tej. Në ndërkohë, sot lagja aerodrom në Shkup ka bërë një kontroll interesante. 1.300 euro kanë dënuar për shkak se kamionat të cilët bartin mall ndërtues për një ndërtesë të lartë kanë qenë të baltosura dhe ka dalë inspektoriati në teren sepse kanë bërë balt në për rrugë. Atëherë, nëse do Bilal Kasami të bëhet i pasur, le del këtu në Tetov, lagje, cep më cep si është thënë kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe shes se gjithë e pluhur dhe gjithë e losh që është bërë, ta paguajmë ne qytetarët, se të paguajnë firmat. Pra. Tetova është e baltorse dhe pa lame që nga koha e sistemi komunizmit. Rrugët të janë të pa lara, balte madhe dhe shqyqyr që jemi gjallë. E tash do ndalemi të merremi pak me popullin. Sot kanë reaguar shumë qytetarë sepse u kanë arritur fakturat e rrymës. Jo më ka dërguar, pa më dorëzojnë dorë njëri sot dhe unë e kam nxjerrë te telegram.mk, por edhe do e komentoj tash, pra, do e komentoj. Vërtet është shumë interesante. Njeriu paguan vetëm ta shoh shumën e saktë, mos u 16.161 denar. Dhe thot, qeveria tha dhe Komisioni Rregullatori i Energjetikës nga 1 janari 4%. Po si u bë, nëse është 4% duhet paguaj as 10 euro më tepër, jo 150 euro më tepër. Njëjtat harxime, njëjtat elemente që i përdori, njëjtë se isto samo njega nema dhe paguaj 150 euro më tepër. Tash në mbrëmje, veç jam para një lajmi, edhe në Struk sot pas kanë protestuar qytetarët kundër EVN-s për faturat e larta. Qytetarët e Strukës përmes protestës shprehin revoltën e tyre për faturat e larta të energjisë elektrike dhe mënyrën e llogaritjes së tyre. Ata kërkojnë nga EVN transparencë të plotë mbi metodologjinë e llogaritjes, publikimin e elementeve që ndikojnë në shmim dhe rishikimin e çdo praktike që mund të rezultojnë në dëm të qytetarëve. Kërkojnë edhe sqarim institucional dhe rishqyrtim të kompenzimit që pagojnë ndaj në EVN-s me qëllim që çdo pagesë të bazohet në nevojë reale, jo vetëm të justifikohet formalisht me ligj. Organizatorët thanë se në rast të mungesës së përgjigjës dhe hapave konkret për korrigjimin e kësaj praktike do të detyrohen të përdorin të gjitha mjetet ligjore dhe të paraqesin ankesa kolektive të organeve rregullator kompetent dhe tek institucionet tjera përkatëse. Dhe zdi pse bëhet e virgjit qeveria. Qeveria ka 10% të aksioneve. Nuk ka çkari qeveria në heshtje. Por është tash se varet kush si ka matematikat. Dhe unë nuk e kam thënë kot në një shkrim sot në portalin tim telegram.me ose bëna reklam. S'më duhet asnjë reklam se unë nuk paguam për as për këtë, as për asgjë. E bëj këtë nga se duhet ta bëj dikush. Pra, e kam shkruar kështu. EVN të dua, te sakam I love you, te iskam kakov Bullgaria. Për këtë iskam kakov Bullgaria, dini se çfarë ndodhi me EVN në Bullgari? Ne s'kemi kapacitet sepse ai gishti tregus është i lidhur me diçka tjetër. Nuk jemi në ata që i bëjmë këto punë, por vetëm ankoheni te unë. Unë e bëj të punën time dhe vazhdojmë edhe pak më tepra. Vlon Maqedonia me budallakit e politikë bërësve. Si qeveritar, po ashtu edhe ato jo qeveritar. Por vlon edhe në BFI. Pam ne këtu në Tetov se çka ndodhi me muftinia. Nisë është në çdo qytet, po vetëm pak më ndryshe. Sot ka dhënë ndërheqje në Shkup imami Bedrilika. Nuk e njoh, edhe se di kush është, po më erdhi shumë interesant se pas ka marrë shumë vota në atë numërimin e parë atëherë. Dhe a dini kush duhet shkojnë nga BFI-ja? Reisi Shaqir Fetaj, i cili aso kohë u ngrit këmbë, nuk ka faqe të portaleve, tash i kanë fshi krejt se paguajnë njerëzit për të fshi lajmet, unë i kam krejt lajmet, ku është takuar me zëvendës ministrin e policisë aso kohë Agimin e Slatinës, është takuar me ministrin e policisë aso kohë para se zgjidhet ishte ustruesi i tyre, Spasovski, me kë nuk është takuar. Te BD-ja ka flet, thonë njerëzit. Dhe ai duhet shkoj. Ai është kryesori. Mirë, po ja nuk shkon. Dhe është koha e fundit që atje të vijë tetovar. Është koha e fundit. Unë jam i kënaqur personalisht me këtë miftenistë, sepse këtyre ditëve dëgjoj. Nëse
Inshallah nuk është ashtu. Nëse shoqata e pensionit në Maqedoni ka rritur harxhimet për vorim në 40.000 denar, atëherë mendohet që edhe Miftini janë të oftë i rrit çmimet e varrimit. Por unë kam planifikuar për një pjesë tjetër dhe do e kem me fotografi, po mbas Ramazanit, të shihni se si duken varrezat e qytetit në Tetov, pjesa e re aty te teleferiku. Është për gjuna. Vetëm që nuk u duken kockat. Më tha një ditë një punëtor aty të shkretet, s'kemi çka të bëjmë, ne bëjmë punën tonë. Kanë ra dhell trolli, ju që keni familjar, dilni ve shihni. Okej, haj, po kush gjithë ato thyrje të pllakatave, gjithë ato, kjo është e papar. Të varret nuk janë ashtu. Okej, nuk është ashtu. Inshallah nuk është ashtu siç mendoj unë, por dilni dhe shihni vetë. Dhe shihni se si kanë ra gati disa varreza vetëm që nuk duken më deri në fund. Thonë, duhet trull, mbledhemi dhe protestojmë për atë. Kanë paguar, edhe unë kam paguar për babain tim. Mbi 500 euro. Tash plus ta mendojnë të rritin shtimet. Njësoj si Bilali që i rrit çmimet e tatimeve për tokën. Okej, nuk është okej, por këtu unë ju përshëndes pra. Ishit me Mesut Shabani në podcastin Mesut Shabani. Lutem bëni edhe një podcast. Në podcast bëni një subscribe se u mora në fund.